dhe mirë se keni ardhur gjithë. Besoj e njihni atë fabulën e Bretkosës në tenxhere me ujë të vakës. Zjarri nga poshtë, e riste temperaturën me nga 1 gradë dhe Bretkosta rinde rehat. Derisa në fund vloj uji bashkë me Bretkosën. Të njëjtën gjë janë duke bërë me ne ata që na qeverisin prej shumë kohësh tashmë. E rrisin çmimin e biletës autobusit me 10 lekë, çmimin e shërbimit të telefonisë me 10 lekë, çmimin e naftës me 10 lekë, çmimin e ujit me 10 lekë. Rrin Brekosat në ujin e vakët. Ditë e parë që erdhëm në Kamës për të mbledhur firma për peticionin për uljen e çmimit të autobusit, në auturën me policë bashkie, me drejtor bashkie, me policë rrugore, me civil, me patronazhist, me lloj-lloj. Dhe pse? Sepse ndërmorën nismën për të mbledhur firma për t'i krijuar banorëve të Kamzës mundësinë për të shprehur vullnetin e tyre. Atë gjë që këshilltarët e bashkisë të PS-së të PD-s, 39 prej tyre, nuk e bën marrjen e mendimit të banorëve përpara se të rrisnin çmimin e biletës. Veçse atyre që erdhën na kërcënonin, ne ua treguan vendin. Dhe prandaj nuk erdhën ditën e dytë, as ditën e tretë, as ditën e katërt. Disa e kanë kuptuar se uji ka nisur të vlojë. Disa tjerë jo. Kur vjen puna për interesat ekonomike, PS-is dhe PD-is që na qeverisin i kanë interesat të përbashkëta. Ata mund bëjnë sikur kacafyte me njëri tjetrin, veçse për të rritur çmimin e biletës bëhen bashkëpronar. E nëse ata janë bashkëpronar, ne që jemi bashkëqytetar, do të bëhemi bashkë e të reagojmë. Nuk mund të zgjas më kështu situata pafundësisht. Atyre nuk duan t'ja din fare për punëtorin që zgjohet që në orën 5 të mëngjesit dhe i duhet marrë 2 autobus për shkuar në vendin e punës e 2 autobus tjerë për të kthyer në shtëpi në darkë vonë. 40 lekë të reja, më shumë, ditë për ditë, ditë pas dite, për një shërbim që ofrohet në kushte mjerane. Në autobus të mbushur si Kosera Sardelesh, që as vinë në orar dhe as mbrin në orar. Uji ka nisur të vlojë. Duhet bëhemi bashkë dhe të reagojmë gjithë. Faleminderit që jeni sot në protestë dhe do ta vazhdojmë përpara këtë kaos. Fjala është e hapur për të gjithë.